Për Lulzim Bashën e opozitën, qeveria ka dështuar në luftën kundër drogës se kjo nuk fshihet dot me propagandë. Kryetari i Partisë Demokratike Bashë në një deklaratë për mediat i është kundër përgjigjur realitetit paraqitur nga qeveria për sukseset në luftën kundër lëndëve narkotike, pasi për të situata është krejt tjetër. Edi Rama ka një dhe vetëm një rrugë për të përballur me dështimet dhe përgjegjësitë e tij. Propagandën boshe. Kineman e verës së vonë. Jo vetëm nuk ndihmoi në luftën kundër kultivimit të kanabisit dhe drogës në tërësi, por sot e stimuloi dhe e ndihmoi në mbashtimin e saj. Sepse ndërkohë që qindra oficer janë thirrur me dhunë në kazermën mediatike të Edi Ramës, ngarkesa të reja droge bëhen gati. Plantacione të reja me bimë narkotike shtohen dhe ruhen me harmë nga habilajt dhe shullazët e Tahirit. Basha ka mbrojtur edhe arritjet e Partisë Demokratike kur ishte në pushtet në luftë kundër drogës. Po të shtiu mërzi skot me çfarë u bë, sepse shqiptarët e dinë se çfarë u bë. Se nëse do të dish se çfarë është bërë, shiko produktin, jo shfaqjen. Dhe produkti ishte Shqipëria NATO, që s'mund të futej, qofse habilajt dhe shullazët ishin lidhur me lulin dhe me mulin. Produkti ishte heqja e vizave për qytetarët shqiptarë. Por për Partinë Demokratike betejë më e rëndësishme është dekriminalizimi, për të cilin Basha i drejtoi sërish thirrje rivalit politik të mos e bllokojë. Ligji është në parlament. Nuk e di çfarë të djeg, po unë them nise me testin e drogës ti dhe ministri yt. Do ishte fillimi i mbar. Sipas opozitës, nga dekriminalizimi nisin të gjitha reformat e rëndësishme në këtë vend.